U aksidentuan me jet ski zbardhet identiteti dy turistëve që humbën jetën në Durrës. Policia e Durrësit ka dhënë detaje nga ngjarja e rëndë e raportuar këtë të diel në Durrës, ku dy turistë të huaj u konstatuan në mes të detit, një i pajetë dhe një në gjendje të rëndë. Sipas njoftimit zyrtar, dy turistët janë me shtetësi angleze, ndërsa ngjarja ka ndodhur teksa bënin manovrime me jet ski në det. Policia thotë se 34 vjeçari ka humbur kontrollin e mjetit lundrues duke bërë që të pësojnë dëmtime. Njoftimi i policisë. Rreth orës 11:15 të datës 1/6/2025, shërbimet e policisë kufitare për Durrës janë njoftuar se në zonën përballë shkëmbit të Kavajës, dy shtetas që lundronin me një mjet lundrues jet ski, dyshohet se gjatë manovrave kanë humbur kontrollin mbi mjetin lundrues dhe kanë rënë në ujë. Shërbimet e policisë kufitare, pas njoftimit të marrë, kanë shkuar me mjet lundrues menjëherë në ndihmë të dy shtetasve që kishin rënë në ujë, duke bërë transportimin e tyre për në port me qëllim transportin drejt spitalit. Nga verifikimet paraprake të ekipit të urgjencës së spitalit që ishte në pritje në port, rezultoi se njëri prej shtetasve që lundronin me jet ski, konkretisht shtetasi SO 34 vjeç banues në Angli, kishte humbur jetën, ndërsa shtetësja VB 31 vjeç banuese në Angli u transportua menjëherë për spital në gjendje të rëndë shëndetësore.